tu qit vnerë për rindërtimin e një xhamie shekullore në Verit Mitrovicës. Ndërkohë që kemi qef mu qujt evropian edhe pse me mendësi shumë shpesh jemi larg. Kur u doq katedralja Notre Dame në Paris, krejt bota u çu me rindërtu edhe kërkush nuk e qiti pikpyetje as nuk e diskutoi pse po rindërtohet, sepse e pan si histori, si identitet, si trashëgimi. E na, një xhamie ndërtu në vitin 1777, na e vëm pikpyetje rindërtimin e saj. Kjo nuk duhet mu pa veç si xhami, kjo është histori. Me përqesh rindërtimin apo me gjyku rindërtimin e kësaj xhamie është si mos me dash me pranu historinë tonë ose me eliminu ata. Kjo i bjen me fshi veten si mos me pas qenë kurr, pavarësisht që i kemi dëshmit. Xhamia nuk është veç vend mu fal. Në xhami ligjërohet për respektin për familjen, respektin për prindin, respektin për fëmijën. Në xhami ndërtohet njeriu i mirëfillt. Edhe në këtë formë ndërtohet një shoqëri e shëndosh. Edhe njëkohësisht mos ta harrojmë diasporën. Xhamit ishin objekte të cilat e ruajtën gjuhën shqipe dhe traditën tonë dhe vazhdojnë ta bëjnë të njëjtën gjë. Do të thotë xhamit nuk e kanë marrë veç fen, por e kanë marrë gjallë kombin. E sot çka bëjmë na? Na dalim kundër rindërtimit të tyne. Problemi nuk është feja. Problemi është që na nuk e dojmë historinë tonë sa duhet. Se në momentin që na e luftojmë në rindërtimin e një monumenti të tillë, ti këto nuk je veç kundër fesë, je edhe kundër kombit edhe historisë tonë.